adhurues të basketbollit në platformën tuaj dhe tonë artmoshën, kudo që jeni duke na shikuar në këto çaste në Kosovë, Shqipëri, troje tona etnike, Evropa po Amerikë. Mirë se erdhët në çerek finalen e parë të Kupës së Kosovës midis Vllazimit dhe Sigal Prishtinës. Rivalitet ky i cili në këto 2 vitet e fundit është bërë shumë interesant dhe bazuar në formën dhe përbërjet aktuale të skuadrave. Sonte premton edhe një shfaqje fantastike basketbolistike, ndoshta të ngjashme me atë që patëm mbrëm në minatori ku ndeshën Trepça dhe Golden Eagle Ylli, dhe që ishte një shfaqje fenomenale. Me të vërtet i pam 33 të realizuara, rezultati ishte 102-99 për Golden Eagle Yllin, 211 pikë të realizuara. Moti kësa ndeshje nuk kemi pa. Ndeshjen e parë fitoi skuadra nga Suareka, thash me rezultat 102-99 dhe me të vërtet ka qenë një prej dueleve më të bukura viteve të fundit. Dhe me këte filluam vitin 2026 të basketbollit kosovar në mënyrë perfekte dhe shumë të bukur, duke vazhduar këtë edicion që deri tash ka qenë perfekt dhe ashtu edhe po vazhdon. Sonte së bashku me ju jam Unë Agon Femiu dhe shpresoj që edhe sonte kemi mu knash me basketbol të bukur, sikur se mbrëm në minatori. Vllazimi si vjet po hyn në këte garë me aspirata për të fitu kupën e parë të Kosovës pas 30 vjetëve, pasi së fundmi kishte fitu me 1996 gjatë kohës së okupimit të Kosovës, kurse Prishtina, e cila deri tash mban rekordin me 15 kupa të fituara, madje ka edhe një seri rekorde prej 6-3 prej 2005 dhe 2010, synon kupën e 16 dhe të parën pas vitit 2021 ku në finale pat mposhtur Golden Eagle Yllin. Ndërkohë ishte Trepça e cila fitoi kupën 2022 dhe filloi dominimin absolut në këto 4 edicionet e fundit duke fitu 4 dhe si vjet synon të 5 duke ndjek rekordin e Prishtinasve që janë vendosur që si vjet i kthejnë sukseseve. E ky rrugtim fillon sonte këtu në Shanin Ushi ku Kuqezin po ashtu po hyn me motiv maksimal dhe kjo premton një ballafaqim fantastik. Ja, po shkojmë edhe me prezentimin e skuadrave. Kapiteni Don Poloshka, vitin e kaluar me vllaznimin më i merituarin, ndër më të merituarit për trofeun e parë pas 29 viteve, titullin kampion Ligës Unike. Pra 4-4 Don Poloshka, 0 Adrio Bailey, 2 Burns, 5 Altimorina, 6 Kakruki, 10 transferi i ri Halil Dukes, 12 Dion Haxhosaj, 14 Liri Zeneli, 16 Liri Salihu dhe 33 Kelbi Kramer Trameri, Mihail Kakiusis. E në anën tjetër i kemi Kuqezin të Jakovës, kapiteni Ati Koshi me numër 11. Me numër 2, Amri Bedra. Me numër 3, Andrew Gordon, dikur giganti Mitrovicasve Trepçës, rikthet në Kosovë. 4, Arbin Rushiti. 5, Derek Wilson, i cili po ashtu kthehet në Kosovë, ish lojtari i Sigal Prishtinës. Derek Wilson me ato kcimet e tij në sulm fantastike, po ashtu i rikthyeri në Kosovë ylli i vllaznimit Jerry Cole Helms vitin e kaluar, kanadezi me numër 6 Tarin Todd, 10 Joran Ej, 21 Samir Zekishi, 25 Drende Dushaj, 55 Ronda Syla dhe 56 Eden Cingu. Trajneri Rajko Krivo Kapiqi, mendimësit e tij Doran Hanën e Driton Racin. Dhe tash do të shkoj me intonimin e hymnit të Republikës Kosovës. Dhe ta ndëgjojmë edhe intonimin e hymnit të flamurit.
Pra, çdo gjë e gatshme Krio Kapiçi dhe Kakuzis përshëndetën zyrtarët e dyja skuadrave, pra Sivet Vllaznimi dhe Prishtina. U ndeshën 2 herë deri tash dhe të dyja ndeshjet I fituan Prishtinasit me 16 nëntor këtu në Shani Nushi. Prishtinasit triumfuan me rezultat ja dhe treshja e referve nga Dhim Shabani me ndihmësit Pudarollin dhe Malokun. Ndërsa Burim Koshi do të jetë zyrtar I kësaj ndeshje vëzhgues apo komisioner si të doni. Pra si thash, me 16 nëntor këtu në Shani Nushi, Prishtina si triumfuan me rezultat 91-86, duke I falendruar Adrio Bejlit me 25.7 kërcime, kurse dyshja Don Poloshka dhe Arjana Zemi, e cila I soli Vllaznimit trofeun e parë pas 29 viteve, u kthye për herë të parë në Shani Nushi pas transferimit nga skuadra Kuqezi në kryeqytet dhe Don Poloshka luajti me 11.6 asistime, kurse Azemi ka shtu 13.5 kërcime e 3 asistime, kapiteni aktualisht I lënduar Daniel Ekëndrea, I cili gjithashtu luajti një kohë në Vllaznim ndaj ish skuadrës së tij në ndeshjen e 16 nëntorit, pa luajtur me 12.7 kërcime e 4 asistime. Dueli dytë, ja dhe peshë startuese, Derek Wilson, Todd Helms, Zekishi dhe Dasyla, një peshë shumë interesante nga trajneri Krio Kapiç. Në anën tjetër, Kakiusis ka vendosur të stajtoj me Bailin Burnsin, Morinën Dukes dhe Dion Hajosajn në pozitën e qendrës në vend Kelby Kramerit. Si thash, dueli dytë I cili u zhvillua me 20 tonë në Prishtinë, I takoj po ashtu Sigal Prishtinës 74-68 dhe përsëri ishte Adrio Bejli kryesori në atë fitore. Kësaj radhe realizoi double-double, 21.12 kërcime, pra shifra të përmbysura mbrapsht 2-1-2. Ishte fantastik, po ashtu organizatori DeAndre Burns kontriboi me 10.4 asistime. Te Vllaznimi I rikthyeri nga edicioni I kaluar dhe ylli I skuadrës Jericho Helms shpërtheu me 29.6 kërcime, ndërsa kanadezi Terry Todd shtoi 14.6 kërcime në atë humbje. Kështu kjo përballje si vjet është e treta, dhe do ta shohim nëse do të jetë e treta e vërteta për kuqezit që synojnë fitoren e parë si vjet ndaj Prishtinase, apo Bardhe Kaltrit do të vazhdojnë dominimin e si vjetme. Ju rikujtoj se vitin e kaluar këto dy skuadra patën një rivalitet të jashtëzakonshëm, pasi pjesën e rregullt I ndan të kampionatit, natyrisht I ndan nga 2 fitore, pastaj u takuan në finalen dramatike të Ligës Unike dhe në fund u ndeshën edhe në çerrekfinale të play-offit. Në 4 ndeshjet e kampionatit të rregullt të Pro Credit Super Ligës, Vllaznimi dhe Prishtina vitin e kaluar I kanë ndan nga 2 fitore. Vllaznimi fitoi të 2 ndeshjet vjeshtore, kurse Sigal Prishtina ato 2 pranverore. Pastaj me 27 mars në Prishtinë këto 2 skuadra u takuan në finalen super dramatike të Ligës Unike dhe pas vazhdimeve Vllaznimi fitoi atë duel të çmendur dhe u shpall kampion I ligës, e cila bashkoi Sportin Ballkombëtar Shqiptar duke ngritur trofeun e parë pas plot 29 viteve dhe të parin pas luftës, njëherësh duke ja mohu Prishtinasve trofeun që ende nuk e kanë fitu, titullin kampion të Ligës Unike. E dini që aktualisht pra Prishtina me 4 trofe të fituara në basketbollin e pavarur kosovar nga 91-92 është e mban rekordin e trofeve, 14 tituj kampioni, 15 kupa, 8 superkupa dhe 3 liga balkanike, ndërsa thash Vllaznimi pas 2 kupave të Kosovës 93-96 të dyat para luftës, trofeun e parë e fitoi vitin e kaluar pas plot 29 viteve, ishte ky titulli kampion I Ligës Unike. Krejt në fund të edicionit të kaluar, këto 2 skuadra u ndeshën edhe në çerrekfinalen e play-offit, e cila po ashtu doli të jetë super interesante dhe dramatike. Sigal Prishtina fitoi duelin e parë 71-69, përkundër se 4 sekonda para fundit të duelit të parë çerrekfinali pati 4 pike përsi. Megjithatë Daniel Lekëndrea, luftëtari Shkodran, dolin në skenë dhe me 6 pikë rresht I mundsoi fitoren dhe startin 1-0 në serin çerrekfinale. Më pas Vllaznimi këtu në Shani Nushi luajti një ndeshje fantastike, përkundër faktit se Sigal Prishtina e kontrolloi lojën plotësisht deri në minutën 17 duke kryer edhe plus 21 pikë. Gjakovarët arritën që të përmbysin
atë minus me 21 pikve fal Jericho Hellemsit, fantastik, me i cili pati një double-double monstros, 37 pike, 10 kërcime, duke shtu edhe 4 asistime, i ndihmuar edhe nga Trey Anderson, 28 pike, 7 kërcime, dhe vllazimi e pat barazu serin qerek finalin në 1-1, dhe në fund, po ashtu dramatike në ndeshjen e tretë vendimtare, Sigar Prishtina në poshti 86-82, për kundër faktit se vllazimi u mbajt mirë deri në fund. Pra, shumë gjëra ka ndryshu nga ai kampionat, po thuaja 80-90% të përbërjeve të reja të dyja skuadrat, lojtarët e këtyre skuadra e ka ndruan. Jon Ismaili, i cili në vjesht doli nga Prishtina, erdhi tek vllazimi si huazim, uri kthye mirë, por nuk ka të drejtë loje sonte, për arsye se ende nuk është kryer afati kalimtar në basketbolin kosovar, prandaj edhe nuk mund të paraqitet sonte. Çdo gjë është e gatshme për fillimin e duelit, ndërsa bëj me dije se unë nuk kam internet dhe statistika. Dhe dueli fillon, topi do të jetë për vllazimi Derek Wilson kundër ish skuadrës së tij. Hellems, pick and roll atje me Toddin. Todd. Depërton nën kosh dhe realizon në stilin e tij Jericho Hellems. Për e përsin e parë prej 2-0. Altin Morina për Bailin. Dasyla pra, so bukur e vjes si me magnet. Hellems, Wilson, organizator fantastik Hellems. Todd, te për bukur atje. Samir Zekic, edhe pse ishte i lirë atje, nuk realizoi, depërton deri në fund për mrekulli. Dasyla për 4-0, një start fantastik i Niko Qirit, 4-0. Burns, rëshet atje, dhe mbetet me top në dorë DeAndre Burns. Me të vërtet nga njëherë nuk po e kuptoj trenerin Kakiusis, edhe në ndeshjen e fundit kundër Tindastollit. Sa ishte Don Poloshka në peshën startuese, punët ecnin mirë. DeAndre Burns, shumë i dobishëm për skuadrën Prishtina, se por me ngulm Kakiusis po e mba në loj, tenton atje, nuk realizon Todd. Bailey po duhet me e organizu sulmin, edhe Halil Dukes është transferi i ri. Personale e Derek Wilsonit. Hajosaj, bukur atje i lirohet presingut. Topi hyn e del, edhe Bailey tenton dhe i fundit me top luan Hajosaj. Tentoj atje me përmirësu me ngulitje Adrio Bailey, lojtari i cili ishte më i miri tek Prishtinasit në 2 ndeshjet e para të këtij edicioni. Ishte lider në ato 2 fitore, me 16 nëntor dhe me 20 dhjetor. Samir Zekic ka dorën e butë për këtyre pozitave ditë. So lart kërceu atje Adrio Bailey, dominant dhe thot topi është i imi kësaj radhe. Burns për Altin Morinën, i cili e provon, dhe në tentimin e tij të parë treshën e realizon. Pikët e para pas 2 minuta e gjysmë për Prishtinën, treshja e Altin Morinës.
Por mrekulli në thellësi, krejti kalon dhe koshin e çmonton Terry Todd, kanadezi i jashtëzakonshëm atje. 3 minuta loj, 3 pike përsi. Dion Haxhosaj me treshën e dytë tenton, nuk realizon. Synon atje ta barazon rezultatin me një treshë tjetër. Dukes, një mismatch atje. Samir Zekiqi mbetet me Dukesin, i cili e vjedh të top e ndërpren sulmin. Çfarë shuti atje, çfarë gjuajtje nga 8 metra. Khalil Dukes barazon rezultatin në 6-6. Vllazimi po punon me deportime në Brendi, përmes deportimeve realizoi 6 pikë, ndërsa Sigal Prishtina me 2 treshe e anuloi atë komplet. Dion Haxhosaj e kap të top dhe e ruan mirë. 6 minuta deri në fund, 6 minuta 6 sekonda dhe rezultati 6-6. Bailey dhe Helms. Bailey, bi Helmsin tenton, nuk realizon. Haxhosaj kërcim në sulm, Dukes për Morinën, ka dhe 10 sekonda për këtë sulm. Haxhosaj dhe vin pikët e para të Dionit dhe e përsia e pare Sigal Prishtinës. Sonte, një mini seri prej 8-2. E vjedh të topik në kundërson DeAndre Burns. Dhe mbrojtje mirë, tenton atje da syla, por Burns është më i vëmendshëm dhe i shmangët bloku Jericho Helms për Samir Zekiqin. Lufton atje Samiri, e kthen topin jashtë, tentim për treshe nga Todd, nuk realizon. Saj përket tresheve. Vllazimi nga 2 tentime nuk ka qelluar asnjë. Prishtina është 4-2. Fakt 3-2, më falni. Khalil Dukes deporton, nuk realizon, por Dion Haxhosaj lufton, megjithatë Todd është më luftarak, arrinte topi dhe detyron Dionin që të shkakton faul e përmirëson, pranon atje me njëherë Dioni. O 10-6, 4 pike përsi për mysafirët. Derek Wilson, ish Prishtinasi. Helms për Toddin, i bën blok, ja kthen topin atje, tenton për 3 pik, nuk realizon, por i kthe topi Derek Wilsonit, i cili lufton, nuk arrin të realizon DeAndre Burns, fauli da Sylës. Burns për Adrio Bailin, i cili tenton, nuk realizon, huqe madhe e ti Jericho Helms, e pengon Altin Morina për një qast, nuk arrin, gana e kundërt për mrekulli me akrobacion. Todd realizon dhe rezultatin në 8-10 e afron. 3-14 deri në fund. Kramer dhe Don Poloshka bën gati të inkuadron në loj. Tandemi i cili është i njohur për ato alley-oopat dhe asistimet e Don Poloshkës në lartësi për Kelby Kramerin. Largohon Khalil Dukes dhe Dion Haxhosaj, një paraqitje e mirë e tandemit Dukes dhe Haxhosaj. Një kërcim, një asistim, një top i vjedhur dhe një treshe e Khalil Dukesit, transferit të ri Prishtinës.
E në anën tjetër Dioni me 2 pike, 2 kërcime e kryen punën e tyre. Nda këtu me 6 minuta e 31 sekundave loj. I lëm vendin Don Polloshkës edhe Kramerit. Tenton atje Altin Morina nga një pozit shumë e vështirë. Tenton edhe me vjedh topin. Nuk realizon treshën kësaj rode. Todd, por mrekulli. Ufa! So lart shkëputet atje Karin Todd, 20 cm më i shkurt se Kelby Kramer. Nuk e bon hesap fare dhe realizon mbite për të barazu rezultatin në 10-10. 3 minuta deri në fund. Don Polloshka pick and roll me Kramerin dhe ju thash, si thin kjo dyshe, çeku i këto alle i hupat dhe bashkëpunimet. Don Polloshka e ngrit në lartësi dhe Kelby Kramer e dërgon të vendin. Dalet edhe në mënyrë të palijuar nga Andrew Gordon. Do të ketë edhe një gjuajtje të lirë Kelby Kramer. Ka një efikasitet prej 60% nga vija gjuajtjeve të lira. Sonte realizon për të rikthyer 3 pike përsi për mysafirët. Don Polloshka kundër Jericho Hellemsit, vitin e kaluar tandemi i cili luajti së bashku për vllaznimin dhe solli trofeun e parë. Pas 29 viteve në anën tjetër nga posti i lartë atje nga qendra, Andrew Gordon bombardon për 12 me 13. Burns tenton të përgjigjet, nuk arrin. Andrew Gordon tani po dominon në kërcime, 2 kërcime të tij. Rushiti, Arminin dalet në mënyrë të palijuar. Shofim të Sigal Prishtina, pra i lënduar është kapiteni Daniel Lekëndrej, po ashtu edhe Ariana Zemi. Lambotri dhe Eric Williams janë larguar si dhe Tilemahos Visariu. Joni Smali është rikthyer, ka ardhur nga vllazënimi. Pra është rikthyer faktikisht nga Kuqezind, ku ishte i huazuar për një gjysmë stinor, mirë po nuk ka endre të drejtë që të luaj. Një tjetër transfer, lojtar vendor tek Sigal Prishtina, këtë edhe Arber Sinani, po ashtu një ish Kuqezi, edicion e kaluar, pra Ariana Zemi, Don Polloshka dhe Arber Sinani, të cilët vitin e kaluar ishin pjesë e rëndësishme e suksesit të Kuqezi. Opa, faul është ky. Dhe për të në brendi Polloshka, i cili ndalet nga Rushiti, i cili tërhoqi për fanele, po shihet. Spati që kam i bo tepër i shpejt ishte Polloshka për të. Pick and roll Kramer me Burnsin, Morina për Burnsin, poshtë në krahun e djathtë është Polloshka. Burns nuk po e çon kokën në anën e djathtë me Apasud, vendos që të depërton edhe knaq krejt. Jericho Hellems për Toddin, i cili nuk realizon. Kramer dominon kësaj radhe. Bailey e pret atje pick and rollin. Krameri s'ka kujt me adhon topin, shumë statik janë. E përsëri e bën ai Don Polloshka dhe Kelby Krameri. Hera e dytë sonte. Perfekt. Kur të gjithë menduan se s'ka rrugdalje, e zgjedh problemin Don Polloshka me ata sistem. Kelby Krameri e dërgon të vendi, ja dhe një mbrojtje e mirë. Organizues fantastik është Doni. Definitivisht e meriton edhe ftesën në përfaqësuesën e Kosovës. Altin Morina përballë ka Ati Koshin, kapitenin, e ka dëbu Ati ku topin atje. Deporton Doni për mrekullim mbi të gjithë, edhe pse e huq s'ka problem
sepse Kelby Kramer është në vend. 7 pikë të Kramerit. Fantastik, giganti Amerikan, i cili ka dhe 2 kërcime, nuk arrin që ta pengon atje Rushitin, që realizon bi gigantin. Çfarë slalomi atje, mes Todit dhe Rushitit. I ka përcen pa kur Fartelashi dhe 6 sekonda në qerekun e par. 14 me 17. Tentim për 3 pikë dhe nuk ka shënim, nuk ka treshe nga Adria Bailey. Mbyllet qereku i par me 3 pikë përsi për Sigal Prishtinën. Në start e patëm një dominim të shkurt të vendasve 4-0, në çka u përgjegj skuadra e Sigal Prishtinës me 2 treshe të një pas njëshme për të barazuar rezultatin 6-6. Ishin Helms, Dasyla dhe Todd, ata të cilët me 3-2 piksha tentuan, por Artin Morina me treshen e tim, pas ti edhe Halil Dukes barazuan çdo gjë, dërsa Dion Hajosaj me 2-shen e ti e sulje përsin e par. Shkojmë me reklama e masnej, do t'ju kallëzoj si çka ndodhi tutje. Ajden qa, kam vendosur me andru tekstin këngës. Kusht ka thonë ty m'bank me shku, ka gambu, hape llogarin ti këtu, ngam ti vu. Hape llogarin në bankën për kredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O hiç s'ki nevojë për këtë punë bank me shku, ngam ti vu. Banka Procredit. Ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Kthehemi me pamje përsëri. Thash që pas ati në 2 pikëve të Dion Hajosajt në asistim të Altin Morinas, Prishtina kalojnë përsi për herë të parë dhe vazhdimisht ishte në përsi deri në sekondat e fundit, 14 me 17. Sigal Prishtina sot ka zyrtarizuar 2 përforcimet, njëri prej tyre është Halil Dukes, pra 183 cm, që ka luajtur në disa kampionate evropiane, në Hungari, Turqi, Francë, Polonia, Gjermani, dhe tjetri është Elijah Clarence, është fundor realizues, i cili vjen në Prishtinë pas një përvojë në Meksik, Estoni, Hungari, Letoni, Malzi e Kroaci. Dukes, i cili rikthehet në parket, tenton, por nuk realizon. Derek Wilson, dueli i 2 peshqeve, Altin Morina është pranë tij. Tenton atje Helms, por ja teron Adria Bailey. Helms pranë Baileyti. Dhe Bailey realizon. Unë gatrua atje pak, megjithatë shënoi pikët e tij të para në tentimin e 5. E huqi një treshe, i huqi 3-2 piksha, e në fund edhe qëlloj. I ka 4 kërcime deri tash dhe këto 2 pikët e para të Adria Baileyt. Tentimi i Rushitit për 3 pikë nuk realizon, mire mbyll atje Gordonin Kramer. Rushiti pranë me njëherë i ngjitet në mbrojtje Poloshkës, por e kalon Poloshka, bon hajgara atje me te. Tentim për treshe, nuk ka shënim. Adria Bailey me tentim për me e përmirësu, e huq krejt. Jerry Cole Helms drejt dhe në fytyrë të
trajnerit të tij Krivo Kapicit, e godet në fytyrë atje pak adhurues të basketbollit. Jemi kthyer në transmetim të drejt për drejt për shkak të disa pengesave teknike. Rezultati është 14-21. Një seri prej 4-0 në start të qereku të dytë. Qereku i parë u përmbyll me 14-17. Kërkojnë ndjes për shkak të disa telasheve teknike. Andrew Gordon atje pranë Kramerit, por fillimisht kishte shkaktuar gabim në hapa, të shohim. Po është nisur më herët mirë, po mbi Kramerin atje i fuqishëm është Andrew Gordon, ju kujtohet edhe nga koha kur ka luajtur për Trepçën. Sikur se thash, Prishtina ka zyrtarizuar sot edhe 2 përforcime të reja. Të dytë janë në pozitat e fundore. Playmakeri Halil Djuksi, i cili po luan sonte me numër 10, ja, ky i cili nuk e mori topin pasi e pengoi Ati Koshi, kapiteni i vllazimit, dhe Elijah Clarence, lojtar fundor realizues shutër i mirë, i cili vjen në Kosovë pas një përvojë në Meksik, Estoni, Hungari, Letoni, Malzi dhe Kroaci. Tentim për 3 piki Djuksit, nuk shënon, shkakton faul atje ndaj Rushitit. Në anën tjetër po shohim Derek Wilson, ish prishtinasi, i cili sonte paraqitet në fanelën Kuqezi me Andrew Gordonin dhe Derek Wilsonin. Skuadra Kuqezi është përfaqësuar goxha shumë. Ka mungesa tek skuadra Kuqezi, mungon Zigi Ridi. Edhe bukur atje deporton Helms, dalet në mënyrë të palejuar, po. Faul ndaj Jericho Helmsit, i cili shkëlqeu në atë ndeshjen e fundit mes këtyre 2 skuadrave. Pra ju thash edhe në start, 2 herë janë taku në Super League me 16 në torë këtu në Shaninushi. 91-86 fitoi Prishtina. E ndeshjen e dytë me 20 vetor në rikthimin e tij te vllazimi Helms, ky njeri i cili ishte një ndër më meritorët për trofeun e kampionit të Ligës Unike edicionin e kaluar. Në rikthim në fanellën Kuqezi realizoi 29 pike 6 kthime. Herën e parë sonte është i pasak nga via e gjuajtjeve të lira, ka një efikasitet prej 82%, nuk i ndodh shpesh që të huq. Kjo është e përsia më e lartë deri tash e Prishtinës. Prej 7 pikëve, 14-21 realizon Helms dhe do të largon, do të pushon pak. E pushon trajneri Rajko Krivo Kapici. E rikthen në lojë kanadezin Todd. Tarin Todd, i cili momentalisht është poshashënuesi më i mirë i vllazimit me 6 pikë. Don Polloshka në mënyrë maestrale ka udhëhequr deri tash lojën, ka organizuar. Uffa! Kjo është hera e 4 sonte që këte e bëjnë Don Polloshka dhe Kelby Kramer, tandemi i cili po funksionon në mënyrë fantastike. Nuk e pat në transmetim direkt, po ju them, në momentin kur kanë hyrë në minutin e 7 të ndeshjes, thonë me 3 aksione, me 2 alley-hoop rresh dhe 1 asistim, e bën këte. Ja tani kjo është hera 4, to tenton të përgjigjet, nuk mbrin. Lufte Joranet atje me Kelby Kramerin. Është përgjigjur trajneri Kakiusis me 2 qendra, Haxhosen dhe Kramerin, pasi që edhe Krivo Kapici pak më herët luajti me Anen dhe Gordonin. Tentim për 3 pik, dhe realizon Derek Wilson. 18-23 është kjo treshja e pare e vllazimit pas 6 tentimeve të huqura, 7-1 për treshe. Në anën tjetër, Prishtinasit kanë realizuar 2 treshe nga po 6 tentime, pra 7.
Polloshka kundër Koshit. Tandemi që vjet luajti së bashku, Polloshka depërton dhe dalet në mënyrë të palejuar nga kapiteni Koshi. Do t'i ketë 2 zgjuajtje të lira. Altin Morina do të rikthehet në lojë. Doni si vjet ka një efikasitet prej 60% nga vija zgjuajtjeve të lira. Sonte Isak në tentimin e tij të parë, 18-24. 5 minuta e 57 deri në fund të pjesës së parë. Është kjo ndeshja e parë çerek finale e çiftit vllazënimi Sigal Prishtina. Janë zhvilluar 2 ndeshjet e para, ishin dëshmitar të një super spektaklit në Minatori. Wilson në aksion dhe përsëri realizon Derek Wilson rezultatin në 20-24 e afron. 102-99 Golden Eagle fitoi në Mitrovic, ndërsa Bora shënoi fitoren ndaj Rovecit 79-70. Derek Wilson dalit atje në mënyrë të paliuar, e kap për Beli, nuk e lejon që të rëzohet Don Polloshka, kapiteni i Prishtinasve. Todd për Wilsonin nuk pati pressing, po luajnë mbrojtje zonale tani. Iceback, një lojtar në organizatorin presion dhe tjerët zonë, mirë po kjo zonë i krijoi hapësin atje Samir Zekishit për treshet cilën nuk e realizoi kërcimi Don Polloshkës. 4+ për Sigal. Sa bukur Halil Dukes deporton, dalet nuk realizon, por Altin Morina me kërcim në sulme përmirëson dhe pikët e reja i realizon 20-26, pas asaj treshe në start. 5 pikë të Altin Morinës, ndrime të shpeshta të trajnerit Kakiusis, tentim për 3 pikë. Todd Hamen dhe topi aty në mos hyn, edhe në fund mbyllet me treshe 23-26. Edhe njëherë në brendi, atje Joranej e shtyn, Adrio Bailey me tentim për treshe nuk realizon topi, kthehet Samir Zekishit. Lojë ngushtë. Sonte e përsia më e lartë e Sigal Prishtinës ishte 8, në anën tjetër +4 për vllaznimin në start, e përsia më e lartë. Foul në sulm nga Samir Zekishi, i shpjegon atje Dren Pudarolli se e shtyu atje Don Polloshkën për të fituar këtë top. Derek Wilson diskuton atje me referin Pudarolli. Largohet kapiteni i vllaznimit Ati Koshi, kthehet në lojë Dasyla. Dasyla i cili startoi, realizoi 2 pikë, 2 kërcime. Burns për Altin Morinën, i cili përgjigjet në atreshën e Derek Wilsonit me treshe për 23-29. Është kjo treshja e tretë e Sigal Prishtinës sonte nga 9 tentime, ndërsa vllazënimi është 10-2 saj për këtë treshe. Natyrisht reagon me njëherë trajneri Krivo Kapic. Edhe njëherë Adrio Bailey. Me 11 pikë të realizuara, lojtari kryesor dhe më efikas është Kelby Kramer. Mirë po Krameri duhet i falenderohet për këto pikë. Don Polloshkës hynë së bashku si tandem, luajtën 10 minuta. Hynë lojë në minutin e 7 dhe për këto 10 minuta Kramer realizojnë 11 pikë, 2 kërcime, ndërsa Don Polloshka
1 pikë nga dhia gjojtjeve të lira, por i ka dhe 4 asistime dhe 2 kërcime. E kreu rolin e tij të organizatorit, e organizoi për mrekulli lojën dhe i ndihmoi Sigal Prishtinës që të kalon në e përsi dhe ta mbajë në mënyrë konstante atë, sidomos për këto bashkëveprimet mes të Donit dhe Kelby Kramerit. Ishin të jashtëzakonshme, të shkëlqyeshme dhe i sollën përparësinë. Nuk patën përgjigje as Andrew Gordon, as Samir Zekici dhe Joranej në këto bashkëveprime. Dasyla tani pressing në gjysmëfush me një herë, kërkon ka ndruar tani mbrojtjen Kakiusis. Kramer del atje, kemi një mismatch Altin Morina me Joranej në poshtë. Altini ditë luftoj me lojtar të qendrës, është i shkath në ato situata e nuk e prek topi koshin. Ka skaduar sulmi i Kuqezinme, Derek Wilson mbetet me top në dorë. Është topi pari humbur për Derek Wilsonin. 9 pikë të Tarin Todit dhe 5 të Derek Wilsonit. Morina përballë ka Dasylën, i cili bën presion. Pressing. Jashtëzakonisht luftarak është Ronda Syla. Time-out ka kërkuar trajneri Kakiusis. 23 me 29 dhe 2 minuta e 59 sekonda, më pak se 3 minuta loj në pjesën e parë të ndeshjes së parë çerek finale të çiftit Vllazimi Sigal Prishtina. Dash edhe një herë mbrëm Trepça Golden Eagle Yllin 99 me 102, një ndeshje fantastike, një prej ndeshjeve më të bukura në basketbollin kosovar viteve të fundit. 33 piksha i kemi pa mbrëm, 13 të Trepçës, 17 Golden Eagle Yllit, për të cilin debutoi Scott Bamford, ish reprezentuesi i Kosovës. 29 pikë prej tyre 6 treshe, 28 pikë i realizoi Anton Scott. Prej tyre po ashtu 6 treshe, një lojë fenomenale, të disponuara të dyja skuadrat për 3 pikë. Në anën tjetër edhe Bora në poshtë i Ravecin me rezultat 79-70, mirë po i kushtoi shtrejt pasi e humbi Jetmir Zeqirin, i cili u lëndua. Po ashtu i lënduar është edhe kapiteni Mekic. Do të jetë interesant edhe ky çift në ndeshjen e kthimit, ndërsa ja pra Vllaznimi Sigal Prishtina aktualisht 23 me 29 dhe në Seza i Suroj po zhvillohet derbi i çerek finaleve, bashkimi me Peën. Rezultati aktual 32 me 21, kur ka mbetur edhe 6 minuta lojë atje. Jerry Cole Helms për mrekulli, përgjigjet në atë treshën pak më heret, të cilën bukur edhe njëherë Jerry Cole Helms deporton, realizon edhe ndalet në mënyrë të palejuar. I jashtëzakonshëm është Jerry Cole Helms. Së pari u përgjigj në treshën e Altin Morinës me treshe për të afruar rezultatin në 26 me 29. E më pas e vodhi topin, iku në kundërsulm, realizoi për 28 me 29. Sa pak i duhet, nëse realizon edhe këtë, do të barazoj, po një mini seri eksprese. Edhe to, dhe vjedh topin, tenton për 3 pik, nuk realizon. Edhe Altin Morina me një pasim drejt në duar të Ronda Sylës, i cili e vjedh, por e përgjigjet edhe Altin Morina për Adrio Bejlin, i cili ndalet në mënyrë të paliuar nga tot. Çfarë loje!
dezët atmosfera në Shanin Oshi, kërkon atje Adrio Belli, qetësoni pak, merr një frym, pini pak ujë të ftohtë dhe qetësoni. Çfarë mini serie eksprese nga Jerry Culhellen, së pari treshe e vodhi topin, iku në kundërsun, realizoi kosh faullin dhe me 6 pikë të një pas njëshme për 20 sekonda e parazoi rezultatin. Në 29-29 i duon tani Halil Dukes dhe Diana Gjosa i trajnerit Kaki Usis. Ndërsa Belli realizon të 2 gjuajtjet e lira për të rikthyer e përsin minimale. Don Poloshka largohet nga loja. Edhe Kelby Kramer e kanë kryer punën e tyre për mrekulli, u duhet pak pushimi. Faulli Altin Morinos. Ka plotësuar bonusin Sigal Prishtina, do të jenë 2 gjuajtje të lira për Derek Wilsonin, i cili zakonisht nga vija e penaleve është jashtëzakonisht efikas. Efikasiteti i tij derisa ka luajtur në Kosovë për Sigal Prishtinën ka qenë 82%. Sonte 50. Herën e parë shënon, të dytën jo. Afron rezultati në minimum 30-31. Adrio Belli. Ufa, sa bukur, por e huq. Të shohim këtë situatë. Referi Egzon Maloku thot se është prekur koshi, do ta rishikojmë këtë situatë. Pra, kosh nuk ka, do të jetë topi për Sigal Prishtinën. Edhe 14 sekonda është vendimi i referve. 1:46 deri në fund, 1 pikë përsi për mysafirët Halil Dukes për Altin Morinën. Pranë tij është
Dasyla kërkon atje blok nga Bailey. Morina, Zekici i bën presion. Shpejt lëviz topi atje deri te Dion Haxhosaj. E huq, por Burns e përmirëson, tenton atje më i larti Jericho Helms. E qetëson situatën, është ky kërcimi i pestë i tij, 9.5 kërcime Andrew Gordon. Dasyla për Helmsin, i cili realizon treshën dhe e rikthën e përsinë e vllazimit pas 17 minutave lojë. E përsia e parë, 33 me 31, 12.6 kërcime nga Jericho Helms. Dion Haxhosaj, shpejt lëviz topi, Adrio Bailey përgjigjet në treshe me treshe. Edhe këtu sonte kemi rrëbesh të tresheve në qerekun e dytë. Jericho Helms bombardoi e në anën tjetër Adrio Bailey u revanshua. Samir Zekici vendos që të depërton. E foul i Altin Morinës. Edhe pse referi Gadim Shabani atje po i shpjegon trajnerit Kakiuzi se ka lëvizur Altin Morina. Pamjet po tregojnë diçka tjetër. Kakiuzi se pranoi shpjegimin e referit Shabani. Timeout ka kërkuar edhe një herë. E patë edhe ju vetë. Tarin Todd, është kjo ajo treshja më interesante e ndeshjes sonte. Gjuajti, topi u hamend, atë hyn, Amos hyn dhe në fund tha hajtë se po hy. Ishte kjo treshja e pare Tarin Toddit pas 4 tentimeve të huqura. 5-1 saj përket treshëve. Jericho Helms i ka 2-3 pikësha nga 4 tentime, 12 pike, 5 kërcime në fakt i paska. 2 topa të vjedhur dhe një asistim i jashtëzakonshëm, si zakonisht Jericho Helms, arma kryesore e vllazimit natyrisht në debutimin e tij, ende nuk është nxe. Derek Wilson 6 pikë dhe një kërcim i tij deri tash. E në anën tjetër pa asnjë dyshim më të merituarit për atë rikthim dhe përsinë e Sigal Prishtinës ishte tandemi Don Poloshka dhe Kelby Kramer. Kelby Kramer me 11 pike, 2 kërcime, është figura kryesore, më efikasi dhe ato pik i ka realizuar fal asistimeve të Don Poloshkës. 3 asistime, 2 kërcime dhe 1 pik e Donit, në anën tjetër me 8 pik. Altin Morina fantastik edhe me ato 2 treshe dhe atë 2 pikëshin e tij dhe 7 pik të Adrio Baileyt, i cili ka dhe 6 kërcime. Janë figurat kryesore të pjesës së parë të kësaj çerek finale të Kupës së Kosovës. 34 me 34 Samiri realizon një nga 2 gjuajtjet e lira. Andrew Gordon shkakton foul ndaj Dion Haxhosajt. 2 gjuajtje të lira do t'i ketë Sara dhe Dioni, i cili u faulua nga Andrew Gordon. Dy pike, 3 kërcime deri tash i ka Dioni. Hera parë që është në vijnë e gjuajtjeve të lira Haxhosaj. Realizon tentimin e tij të parë. Ka probleme si vjet me ekzekutimin e gjuajtjeve të lira, vetëm 47% të efikasitetit. Por herën e parë sonte është i sakt Dioni, 34 me 35. Sonte i realizon të 2 gjuajtjet e lira, 34 me 36, sulmi i fundit për Derek Wilsonin, përballë ka Halil Diuksin, të 2 lojtar me përvojë.
e ka prekur atje Adrio Bailey. Time out. Kërkon Kreo Kapishi. U ka mbetur edhe 0 presje 4 sekonda. Sulm. Ja, po I shohim edhe statistikat të dyja skuadrat nga 4 treshe. Vllazimit I ndashur 14 tentime, në gjuajtje të lira 7-4, 7-6. Dhe faktikisht shihni, bani edhe pak regjia ju lutëm këto statistika, ja po shihni 9-2 piksha të dyja skuadrat, 4-3 piksha dhe këto 2 pik, dallimin e bëjnë 2 gjuajtje të lira, më shumë të realizuara të Sigal Prishtinës, e cila ka huqur vetëm një gjuajtje të lirë, një dominim I lehtë I Prishtinasve 20-17 në kërcime. Pa dyshim, Jerry Cole Helms më I miri në parket me 12.5 kërcime. E ka momentalisht edhe indeksin më të mirë prej plus 14. Në anën tjetër, Kelby Kramer me 11.2 kërcime. Më I miri të Sigal Prishtina me indeksin plus 12. 2 figurat qendrore të skuadrave të tyre. Tarin Todi ka 9 pik. 2 kërcime, 2 asistime tek vllazimin, në anën tjetër 8 pik të Altin Morinas, I cili ka dhe 3 asistime me vërtet, një shfaqje e shkëlqyeshme e Altinit në pjesën e parë. E mbyll atje Adrio Bailey. Ronda Sylla e futi vetën atje në një situatë pa dalje. Tentim dhe nuk ka realizim nga DeAndre Burns. Pjesa e parë mbyllet me rezultatin 34-36. Shkojmë në pushim për tu rikthyer pas 15 minutave përsëri në Shani Nushi. Ndeshja tjetër në pjesa e parë e duelit qerek final të duelit të parë qerek final mes të vllazimit dhe Sigal Prishtinës, 34-36 po I shihni sipas qerekve, 14-17 e fitoi të parin Prishtina, 20-19 fal Jerry Cole Helmsit dhe rikthimit të tij. Në një moment ishin edhe në epërsi prej 33-31, mirë, po në atreshën e Helmsit erdhi përgjigja në anën tjetër, pastaj edhe Dion Hajosaj realizoi, pra ishte Bailey I cili u përgjigj me njëherë me 3 pikë në treshën e Helmsit dhe Dion Hajosaj me 2 gjuajtje të lira vendosi rezultatin final të pjesës së parë. Në anën tjetër, t'ju them se në Prizren ndeshja është ndërprer pranë rezultatit 32-21 për shkak të hedhjes së gjësendeve. Dhe një mjet I fort pas ka goditur Dardan Berishën në kokë, ka pasur gjakderdhje dhe referët I kanë dërguar skuadrat në zhveshtore, a do të vazhdoj apo jo nuk e dim. Mbetet të shihet sidoqoftë këtu në Gjakov. Pra ndeshja pjesa e dytë do të vazhdon me rezultatin 36-34 për Sigal Prishtinën. Ky njeri të cilin po e shihni në ekranet e juaja është lojtari më efikas I Sigal Prishtinës, Kelby Kramer me 11 pike 2 kërcime. Dhe për këto 11 pik më meritori është Don Poloshka, të dytë kanë luajtur nga 11 minuta e gjysmë, kanë hyrë së bashku dhe kanë dalë së bashku nga loja, në lojë dhe nga loja. Doni me ato 3 asistimet e tij tek Kelby Krameri e nisën atë serin fantastike kur edhe Sigal Prishtina kryoi epërsin më të lartë prej 8 pikësh. Megjithatë me shpërthimin e Jerry Cole Helmsit, I cili me të vërtet për 20 sekonda realizoi atë miniserinë eksprese fantastike, një treshe më pas edhe e vodhi topin iku në kundërsulm dhe u ndal në mënyrë të palejuar. Ja, kjo është treshja e Jerry Cole Helmsit, pas të cilës pra realizoi edhe e vodhi topin, iku në kundërsulm, shënoi, u ndal në mënyrë të palejuar dhe e barazoi rezultatin në 29-21, sidoqoftë
këto janë histori dhe mbetën në pjesën e parë. Vazhdojmë Derek Wilson, ish Prishtinasi i cili po debuton sonte për vllaznimin në pjesën e parë 6 pikë. Helms nuk realizon, por s'ka problem. Kërcen, e vjedh topin dhe luan me këmbë. E humb këtë top Jericho Helms. Është ky topi i treti humbur i tij. Tash Derek Wilsoni në pjesën e parë 6 pikë, 1 kërcim. Përveç Kramerit, lojë të shkëlqyeshme pati në pjesën e parë edhe Altin Morina, i cili realizoi 2 treshe, 8 pikë në total, por pati edhe 3 asistime. Karambol atje. Kërkon atje Burns topin. Jericho Helms kërkon faul së pari nga referët, por loja vazhdon atje pasi që Helmsi ka luajtur i fundit me top e patë edhe ju vetë. Do të jenë 12 sekonda për sulmin. Khalil Dukes atje për Bailey, bashkëpunojnë Dukes dhe Bailey. I heshtur sonte në pjesën e parë. Dukes tenton dhe pjesën e dytë me treshe e fillon Khalil Dukes. 6 pikë të tij, krejt treshe. 2-3 pikësha nga 3 tentime të Dukesit. Zekiqi për Dasylen. Bashkëpunojnë atje për mrekulli Dasyla dhe Zekiqi. Aksion fantastik i tandemit Dasyla Zekiqi. 36 me 39 e afron rezultatin vllaznimi. Todd është atje pranë Dukesit, i jashtëzakonshëm me të vërtet, shumë vështirë që të ndalet Bailey dhe Helms. Dueli i vazhdueshëm i dy më të mirëve, tenton Burns. Në qintat e fundit lanson dhe treshën e parë sonte realizon 5 pikë të tij për 6 pikë përsi. O sa bukur atje Zekiqi. Oj, qka i ndodhi Tarin Todit atje, herën e parë, ja qoj Huq asistimin Zekiqit herën e dytë pas kësimit në sulm. Huqi atë që është më vështirë të Huqit se sa të shënohet. Mbetet rezultati 36 me 42. Dukes ka luajtur i fundit me top Wilson. Kërkon atje asistim në kosh, por Burns nuk realizon. Helms ndalet në mënyrë të paljuar nga Dion Hajosaj. 2 treshe të Prishtinase në start qereku të tretë Dukes dhe Burns. Ndërsa Todd ishte ai i cili ja çoi Huq asistimin Zekiqit, më pas nuk e realizoi dhe kërcimin në sulm, e kishte shumë lehtë. Helms e mban kontrollin e topit, me rolling atje për mrekulli, lufton Jericho Helmsi, Altin Morina e kap këtë top. Dukes i shpejt atje, mirë po, vendosën në mbrojtje Bailey dhe Wilson. Mbrojtje fantastike e Wilsonit, por Jericho Helms ja pason topin prapa shpinës, është lënduar atje në vehte Jericho Helms si duket. Katërmbëdhjetë sekonda sulm. Mbrojtje e mirë, pressing i mirë i Huqezin me momentalisht Dion Hajosajt, bukur, po edhe Dioni e Huq, sikur se parës Todd, tani edhe Hajosajt në kosh e Huq. Helms deporton, dalet në mënyrë të palejuar nga Adrio Bailey, vazhdimisht po ka të lashe atje Helms, po e shohim, është duke qaluar, ka vija gjuajtjeve të lira,
82% e efikasitetit ka në ndeshjet të cilat i ka zhvilluar 7 ndeshjet e zhvilluara deri tash në Super League. Jerry Cole Helms, kësaj radhe i sakt. I realizon të 2 gjuajtjet e lira, 5-4 është Helms nga vija gjuajtjeve të lira, sonte 14 pike, 8 kërcime, 2 topa të vjedhur të Helmsit, maqin në vete. Adrio Bailey gabon atje, por lufton Morina, megjithatë Todd më i shpejt për mrekulli për Helmsin, i cili me hap të kryqëzuar atje prapa. Realizon pikën e tij të 16, i ka dhe 8 kërcime, afron rezultatin në 14-42. Një seri e shpejt. Janë lënduar atje Dasyla. Ufa, treshe e Halil Djuksit. Është lënduar atje Dion Hajosaj. Të shohim se çka ndodhi aty. Edhe një herë. Ishte përplasje mes të Hajosaj dhe Aron Dasylës, ndërsa treshja e Halil Djuksit numërohet. Është ndalur atje loja vetëm sa për të terror parketin. Përsëri nga loja largohen Morina dhe Bailey dhe inkuadrohen Poloshka, kapiteni dhe Kramer. Kryo kapiçankohet për këtë treshe. Do të rishikohet kjo situatë. Kërkon që kjo treshe mos të numërohet, megjithatë loja nuk ishte ndalur. Diana Gjose shkon atje dhe dëgjon se çka po thonë referët. Ja, kemi shpjegim. Do të rishikojmë. Megjithatë insistojnë që të rishikohet situata kur Dion Hajosaj është përplasur me Aron Dasylën. Ta shohim. Pra, nuk bëhet fjalë për fall në sulm, ishte përplasje gjatë lëvizjes së 2 lojtarëve, kështu që treshja e Halil Djuksit numërohet, rezultati është 40-45. Është kjo pika e 9 e Halil Djuksit, të gjitha treshe, pra 3 treshe nga 4 tentime, 9 pike, 2 kërcime nga Djuks. Transferi i ri Prishtinasve, Helms. Pra në Hajosaj deporton për mrekullim mbi Kramarin. Tentoj, por nuk realizoj. Jerry Cole Helms betet me 16 pik. Dukes me të vërtet i lëvizshëm, po organizon sulmin për mrekulli. Burns tenton për 3 pik, nuk realizon, por Kramer më i larti në kërcim. Dukes dhe Poloshka i thot qetëso pick and roll, por Dukes nuk vendos që t'ja pasoj, jo sikur se bëjnë atje Poloshka dhe Kramer. Burns shkakton personalin ndaj Helmsit. Është kjo personalja e dytë e DeAndre Burnsit, dhe treta e Prishtinës në qerekun e tretë. Vllaznimi nuk ka asnjë faul deri tash. Wilson.
Helem spret atje blokun, nuk ka blok vonohet, tenton, nuk realizon Halil Dukes më i larti në kërcim për Burnsin. Pick and roll, por Kramer nuk pranon topa nga lojtarët tjerë përveç nga Don Poloshka, prandaj edhe ai tandem funksionon si duhet. Në anën tjetër Ronda Sylaik në kundërsun dhe afron rezultatin në 42-45. Rolin e organizuesit Kakiusis ja ka dhënë Burnsit dhe Dukesit. Don Poloshkën e ka tërheq jashtë dhe kjo po ndikon, sepse në organizimin e sulmit me Kramerin Don Poloshka shumë më efikas. Dion Hajosaj me një herë pranon topin, por nuk realizon atje. Por 3 pik, Samir Zekishin nuk tenton, Todd në kontakt atje me Dion Hajosaj, më i suksesshëm, 44-45 do të rikthehen në parket Marina dhe Adria Bailey. Dalet në mënyrë të palejuar Poloshka. Është kjo personalja e parë vllazërimit në këtë çerek. Dion Hajosaj dhe Halil Dukes largohen nga loja. Në lojë rikthehen Marina dhe Bailey. E tani rolin e organizuesit e merr mbi vete përsëri Poloshka dhe me një herë atje shihet dallimit, çka me ju fol. Ajo që shihet nuk ka nevojë që të përflitet shumë. 44-47. Tentimi Samir Zekishit më i larti në kërcim. Burns deporton nga koshi në kosh. Megjithatë topi përfundon te Poloshka, i cili e dërgon treshën te vendi për 44-50. Në momentin që e mori rolin e organizuesit të lojës, e hapi lojën dhe ja rezultati. 44-50, 6 pike përsi me njëherë reagon atje trajneri Rajko Krio Kapici. Gjasht pik dhe 4 asistime, 3 kërcimet do Poloshkës, ndërsa Kramer mbetet më efikasi me 11 pik, Dukesi ka 9, 8 i Kaltin, Marina dhe 7 Bailey. Ndërkohë ndeshja në Prizren ka vazhduar, rezultati është 40-30. Ende po zhvillohet pjesa e parë, pra pas ndërprerjes së ndeshjes, për shkak të atij incidentit kur është goditur në kokë Dardan Berisha. Skuadrat kanë shkuar në zyrtare dhe është marrë vendimi që ndeshja të vazhdoj. Natyrisht do t'ju mbajmë të informuar edhe për këtë rezultat, pavarësisht se 2 ndeshjet kanë filluar në të njëjtën kohë. Tashmë këtu kanë mbetur edhe 3 minuta 12 sekonda deri në përmbyllje të çerekut të tretë, ndërsa dueli derbi mes të Bashkimit dhe PES do të vazhdoj pak më gjatë në komentimin e kolegu tim Lirin Pecit. Wilson, pick and roll i mirë me Gordonin, i cili deporton për mrekulli, por nuk realizon. Çfarë aksioni bukur, më kat atje që Andrew Gordon nuk shënoi. Ishte aksion shumë i bukur, por nuk e shfrytëzoi këtë rast. E përsëri në mbrojtje është Armin Rushiti atje, i cili pengon playmakerin Burns për Kramerin, kur spati çka me të bëjë me top. Burns
deporton mbi të gjithë, tenton dhe realizon e përsin maksimale e rikthen 44 me 52. Pras rezultatit 44 me 45 kemi një mini seri prej 7-0 të Prishtinasve, të cilën e nisi do Poloshka me 5 pikë eksprese. Andrew Gordon, edhe pse hellëm se huq, Gordon kërcen e përmirëson dhe koshin e çmonton. Kërcim në sulm dhe bum nga Andrew Gordon për 46 me 52. Burns i shkon në blok atje Poloshka. Bailey luan 1-1, deporton dhe realizon pranë Zekishit, pati edhe kontakt por referët heshtën. Rikthehet +8 e përsia maksimale të cilën e kishte deri tash Sigal Prishtina në 3 raste. Andrew Gordon, airball i tij, e lën topin atje. Burns nuk e prek fare, as Krameri nuk e prek. 1 minutë e 28 deri në fund. Zekishi largohet në lojë, rikthehet kapiteni Koshi, edhe Derek Wilson largohet, kthehet Todi. 11 pikë të tij, 16 të Hellemsit, 27 nga 46 pikët e vllazëdhemit i ka realizuar tandemi Hellemstad. Hellemsi tashmë ka double-double, 16 pikë, 10 kërcime, fantastik. Opa! Burns për e përsin e parë, 2 shifrore sonte të Prishtinasve, 46 me 56. Kemi një seri prej 11 me 2 në këto qaste, edhe një top i vjedhur. Burns deporton personale e Jericho Hellemsit. Gadim Shabani kërkon që Gadim Shabani kërkon që të largohet atje dikush prapa Koshit, si duket për shkak të ofendimeve. Banka, do të thonë kemi edhe teknike. Do të Pra është faulli ndaj DeAndre Burnsit. Sfida ishte pa suksesshme trenerit Krivo Kapic, ndërsa edhe banka është ndërshkuar me teknike. Pra DeAndre Burns do të ekzekutoj fillimisht gjuajtjen e lirë teknike, e më pas do të kemi pra edhe rivënien e topit, 46 me 57, seri prej 12 me 2, e përsia më e lartë deri tash 11 pikë, përsi 45 sekondat e fundit. Don Poloshka deporton deri në fund, tenton, nuk realizon. Rushiti e ndal në mënyrë të palejuar. Ishte tentim për 2 pikë, thot referi Maloku.
në vijnë e gjuajtjeve të lira. Poloshka në pjesën e parë realizoi një nga dy gjuajtjet e lira, kësaj radhe e huq të parën, mbetet me 6 pikë, 3 asistime dhe 2 kërcime. Herën e dytë është Isak, 7 pikë të tij, 46 me 58, vazhdon seria 13-2 në fund në këto 4 minutat e fundit të çerekut të tretë, shkëputja më e lartë e Prishtinasve. Tenton dhe përgjigjet me treshe, Todd 49 me 58, e afron rezultatin sulmi i fundit për Burnsin. Kërkon deri në fund sulmin e gjatë trajneri Kakiusis. Morina shkon me ndihmu në blok, fauli atij Koshit kapitenit. Ka pasur faul për të dhënë skuadra e vllaznemit. Është ky fauli 4, kam plotësuar bonusin. Burns edhe 6 sekonda, Helms është pranë tij, e pengon atje Andrew Gordon, tenton për 3 pikë. Prej nga e lansoj prej pashtrikut atje, tentoj edhe treshën e qëlloj DeAndre Burns në të shintat e fundit me sinjal 50 sekond të shohim. 1 sekond para se të përfundon të ndeshja, e lansoj, gat fluturoj dhe te vendi përfundoj për rezultatin 49 me 61, u përgjegj në treshe të Toddit me treshe dhe DeAndre Burns, dhe mbylli çerekun e tretë me 12 pike përsi, çereku më efikas i Prishtinasve. 25 pikë të realizuara për kundër 15 të vllaznemit. Definitivisht hyrja e Don Poloshkës me Kramerin e bëri dallimin, e në fund Undes edhe DeAndre Burns me 2 treshet e tij. Aktualisht pra 13 pike, 5 asistime. Shpërtheu edhe Burns, Kramer mbeti më efikasi me 11 pikë e 3 kërcime. Ja, po e shihni 25 me 15 me të vërtet një çerek fenomenal, mbrojtje shumë agresive e trajnerit Kakiusis, nuk i lejoj hapësirat të lira dhe pozicionet të lehta për të gjuajtur për Jericho Helmsin. E pam një ndrim të lojtarëve, një switch në mbrojtje, sidomos në situatat 1-3, i mbyllën ato depërtime, kam bërë edhe presion duke ndryshuar prej pressingu zonal në tërë fushën, në gjysmë fushë, pastaj switch me ice pack-at mbrojtjen. Kakiusis tani depërton atje, nuk realizon. Betet, opa, të shohim se çka ndodhi. Kërkon atje foul jo sportiv për shkak të kapjes në fanel kapiteni atij Koshi. Rushiti depërton deri në fund, nuk realizon më i larti në kërcim është Kramer, por ngutet atje për ta pasuar topin, edhe humb Todd, bukur i shmangët Morinas, DeAndre Burns e vjedh këtë top kundër sulmi shpejt nga Koshi në Sa lart, çfarë alley hupi!
DeAndre Burns për Andrew Bailey, i cili e çmonton për 49-63 përsin më të lartë deri tash plus 14. Terry Todd. Gabim në hapa Terry Toddit, mbrojtje mirë Altin Morinës ngutët atje Todd dhe tani kemi një periudhë të dekoncentrimit total të ekipit Nikoqir. Pas ati rezultati prej 44 me 45, ati 2 pikëshit të Toddit, kur kishim mbetur edhe 4 minuta e 3 sekonda deri në fund të çerekut të tretë. Pra kemi një seri fantastike të Sigal Prishtinës. 15 me 5 në 4 minutat e fundit dhe tani ajo edhe po vazhdon. Kramer për Bailey, tani Kramer asiston dhe Bailey futet në aksion për e përsin më të lartë, 49 me 65, plus 16 është kjo e përsia më e lartë deri tash. Ka ditur vllazimi që të kthehet fal Hellemsit dhe tresheve dhe shpërthimit të tij. Kelby Kramer dominon atje, do Poloshka e merr organizimin e sulmit dhe e ndal ritmin e lojës tani, kërkon blokun nga Kelby Kramer. Dhe përton në thellësi. Është topi humbur i Kramerit, nuk e pa që koha po skadonte. E pasoj drejt te Kryo Kapiqi. E përdori Kryo Kapiqi dorën që të mos goditet në fytyrë, e mbrojti vetën Hellems. Kur lëvizje fantastike, faul është ky i Kelby Kramerit, po. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për lojtarin kryesor të vllazimit, i cili depërtoi për mrekulli. Një prej lojtarëve kryesor tandemi Jericho Hellems dhe Trey Anderson nga të White dhe Arjan Azemi e Don Poloshka nga vendorët ishin më të merituarit për trofeun e parë të vllazimit pas 29 viteve edicion e kaluar, kur në finalen dramatike, super dramatike, pikërisht në Prishtinë, e kishin poshtur Sigal Prishtinën. 51 me 65, 18 pikë të Hellemsit dhe tani Kryo Kapiq synon me një pressing zonal në tërfushën. Të bëjt diç më tepër, minus 14 pikë edhe 7 minuta e gjysmë. Ati Koshi atje goditet. Anko që është goditur në vehte. Opa, po, absolutisht ka të drejta Atiku. DeAndre Burns atje e ka përdorur dorën edhe absolutisht ka të drejtë. Këtu referët gabuan. Kjo është faul i DeAndre Burnsit, tani është jo sportiva, po me qëllima jo, po është hedhur tani atje edhe një shishe me ujë dhe parketi është lagur. Ja, atje Don Poloshka me Driton Racin po spjegohen. Derisa po presim që
të pastrohet dhe të teret parketit. Ju them se edhe si vjet pra garat e kupës do të zhvillohen me sistem vajtje ardhje në çerek finale dhe gjysmë finale. Dhe më pas do të kemi një ndeshje finale sikur se vitin e kaluar që me të vërtet ka ngritur interesimin për këtë garë. Dhe shikueshmërinë definitivisht ja po e shohim atje. Valmir Kakrukin, po ashtu i lënduar shumë lëndime edhe te Sigal Prishtina. Ariana Zemi është i lënduar. Për ndryshe duhet ritheksuar me të vërtet se vjeshta e elitës së basketbollit kosovar ka qenë një garë spektakolare, ka pas rezultate befasuese, shokuese, senzacionale dhe kjo ka bërë ProCredit Superligën e basketbollit ton jashtëzakonisht emocionuese dhe super interesante. Fitoret e skuadrave të pjesës së poshtme të tabelës. Boros vllazimit Golden Eagle Ylli të Rahovecit ndaj top 4 skuadrave të Kreu, Trepçës, Bashkimit, PS Sigal Prishtinës. E kam bo luk situatën tabelare, prandaj bazuar në fakte, rezultate dhe shfaqjet fantastike, basketbolistike në vjesht, e kam thëmë, po e them, dhe këte konstatim me të vërtet edhe mrame thash nuk e luan topi në asnjë kampionat deri tash në këto 20 vitet e fundit nuk kemi pas këso rivaliteti ku secila skuadër po mund të amposh secilën dhe kjo po e bën këtë edicion të shkëlqyeshëm. E vjedh topin Jericho Helms për mrekulli, atje ik për para dhe ndalet me faul nga Altin Morina. Do të jetë rivanje e topit. Pelshja e vllaznimit në loj, Wilson, Helms, Gordon, Dasyla dhe Koshi. Në anën tjetër Burns, Poloshka, Kramer, Bailey dhe Morina. E ka shkelur vin atje. Topi do të jetë për Sigal Prishtinën edhe 7 minuta e 8 sekonda deri në fund. Poloshka tërhiqet e Burns, Bailey i vjen në ndihmë. Kramer, pick and roll. Poloshka edhe një herë Kramer për Poloshkën. Dhe porton kësaj radhe nuk realizon Helms. Kundër sulmi shpejt nga Koshi në kosh, fenomenal është atje pas kërcimit në mbrojtje, coast to coast. Jericho Helms për 53 me 65 e afron në 12. Është kjo pika 20 e tij. I ka dhe 12 kërcime, 3 asistime, 3 topa të vjedhur. I jashtëzakonshëm është Helms. Altin Morina tenton me treshe, nuk realizon. Gordon më i larti në kërcimi ishte ky kërcimi 4 i tij, ka dhe 4 pik. Wilson për Helmsin, tenton për treshe dhe shpërthen atmosfera në Shanin Ushi. Ju thash, edhe pse Prishtina ditë shkon në plus 16-17 pik. Mirë po, kur shpërthen Jericho Helms, nuk është kjo hera e parë, ditë kthehet në loj edhe vllazimi. Ja pra, shifra të kthyer mbrapsht, 5-6-6-5, 56 me 65, Jericho Helms, 23 pik të tij, 12 kërcime, 3 asistime, dhe 3 topa të vjedhur, i jashtëzakonshëm. 49 me 65 ishte rezultati kur kishin mbetur edhe 8 minuta 30 sekonda dhe ja për më pak se 2 minuta e gjysmë afrohet në 9 duke i falenderuar Jericho Helmsit. Time out ka kërkuar natyrisht trajneri Kakiusis. Në anën tjetër, t'ju them, në Sezaj Suroj, rezultati është 48 me 40 pas pjesës së parë, 8 pike përsi për Bashkimin. Në ndeshjen tjetër çerek finale, këtu kanë mbetur edhe 6 minuta 8 sekonda deri në fund. Tani është ngjallur edhe atmosfera.
Ja po e shini edhe rinin Kuqezi duke përkrahur skuadrën e tyre. E ka ndjerë se është momenti për t'i përkrahur kur Jericho Helms ka shpërthyer, po lufton atje Helms dhe Bailey. Realizon me foul, kosh foul Adrio Bailey. 56 me 67 dhe pikërisht është Helmsi ai që shkakton foul. Është kjo personalja e dytë e Jericho Helmsit. E rikthen Bailey e përsin 2 shifrore. Realizon edhe gjuajtjen e dytë të lirë për 56 me 68. Tani Adrio Bailey është koshashënuesi më i miri i Prishtinës me 16 pik, ka edhe 7 kërcime. Dueli Bailey Helms po vazhdon. Tani kemi një mismatch, njihen mirë atje Poloshka dhe Helms. Përshëndetën, natyrisht e pranon. Ja din pikat e dopta Poloshka Gjerit. Kanë luajtur bashkë vitin e kaluar, e kanë fituar së bashku ligën unike. Pavarësisht nga mismatchi atje. E ndihmoi Ati Koshi i vetmuar në e huq, po s'ka problem sepse lart si shqipon kërcen atje Ronda Syla për 58 me 68. Sa lart kërceu Roni atje. Edhe çmontoi Koshin. Edhe 5 minuta e 10 sekonda deri në fund. Plus 10 për Prishtinën. DeAndre Burns tërhiqet për treshe. Joran e vonohet. 58 me 71. Treshe e DeAndre Burnsit, pika e tij 16. Bailey 16, Burns 16. Të dytë 32 nga 71 pikët e Sigal Prishtinës. Personale kapitenit Dom Poloshkës, i cili prap mbeti atje në mismatch. Me Joranein, 208 cm Joranei, 174 Dom Poloshka, një dalim prej 34 cm mirë, po pavarësisht nga mismatchi, edhe ky dalim në 7 lartësi, doni dise si të vendoset dhe të mbyll. Kësaj radhe shkaktoi foul, Khalil Dukes është kthyer në parket. E organizon sulmin me mjeshtri dhe është ky fauli Ati Koshi, dueli 2 kapitenëve. Poloshka Koshi. 4:38. Dukes, pranë tij është Dasyla, i vjen në ndihmë Poloshka. Khalil Dukes përballë ka Ati Koshin, luan 1-1. Sulm statik tani i Sigal Prishtinës. Gabon atje dhe mbetet me top në dorë Adrio Bailey. Në momentin që Poloshka nuk po organizon sulmin dhe rolin po e merr dikush tjetër, sulmi Prishtinës po është i çorientuar. 59 me 71. 12 pike për si Jericho Helms, shpërtheu parës dhe afroi rezultatin mirë, po në anën tjetër Burns tentoi dhe realizoi treshe. Jericho Helms e bën presionin dhe atje topi duhet të jetë për vllaznimin, po i vetmohueshëm, fantastik. Me shpirtin e tij luftarak Ronda Syla e vjedh të top. Ja shikoni atje se si hidhet në parket. E do bën topin i cili e prek Burnsin. Plus 12 për Prishtina si 3:55 deri në fund. Jericho Helms tentoi, nuk realizoi, më i larti në kërcim është Dukes. Është ky kërcimi i tij i katërt. I ka 9 pikë deri tash. Do të jenë 2 gjuajtje të lira. Të 2 skuadrat kanë plotësuar bonusin.
Jerry Cole Helms shkaktoi personalin, është kjo personalja e tij e tretë. Dukes për herë të parë në vijin e gjuajtjeve të lira në debutimin e tij. Është i sakt, realizon pika e 10 e Halil Dukesit. Është lojtari i 4 të Sigal Prishtina me pikë 2 shifrore, nga 16 kanë Bailey dhe Burns, dhe tani e 11 Dukesit dhe nga 11 kanë Dukes dhe Kramer. Shumë interesant. Bailey Burns 16 dhe Dukes e Kramer nga 11. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për Jerry Cole Helmsin. E 4-ta për kapitenin Dom Poloshkën, i cili pra këto 2 faullat e fundit i shkaktoi pikërisht ndaj ish-bashkëlojtarit të tij. Tandemit edicionin e kaluar Jerry Cole Helmsit u detyrua. Jerry realizon të 2 gjuajtjet e lira për 61 me 73. Afron përsëri rezultatin. Poloshka për Burnsin, i cili tenton treshën e huq më i larti në kërcim. Aronda Sylla sonte me vërtet me këto kërcimet e tij. Po e bën dallimin, po ndihmon skuadrën. Gabim në hapa Tarin Todd. Njëzet e 5 pik, 12 kërcime, double fenomenal nga Jerry Cole Helms. Po mundohet, mirë po mungon kontributi i to. Ufa, sa buk. Çfarë blokade nga Ronda Sylla sonte e arzakonshëm. Ronda Sylla po dominon, knej blok, kundër sulm dhe në anën tjetër bum. I mrekullueshëm, 8 pik, 5 kërcime, 3 asistime, 1 top i vjedhur dhe tani 1 blokad nga Ronda Sylla. Bailey dhe Helms, top i vjedhur nga Roni, edhe një aksion fantastik i Ronit, e hum topin Todd. Ja qoj mundin huq atje Ronit. Tepër i dekoncentruar në pjesën e dytë Tarin Todd. Zdi çka ndodhi me të. Thuaj se ka pi Bensedin në pjesë loj. Totalisht i pa koncentruar dhe i indisponuar për loj. Dhe vjen Halil Dukes me treshën e tij të 4 sonte. 14 pikë të Halil Dukesit. 4 treshën nga 5 tentime, 80% efikasitet për 3 pik, i jashtëzakonshëm është Dukes. Wilson për Jerry Cole Helmsin, i cili lufton, tenton mbi Dion Hajosajn, nuk realizon, betët 63 me 76, kemi hyrë në 100 sekondat e fundit. Helms e ndal në mënyrë të paljuar Poloshkën. E publiku në Shaninoshi dal nga dal ka nisur të ngritet dhe të largohet nga palestra. 1 minutë e 39 sekonda deri në fund të ndeshjes së parë çerek finale, 13 pikë plus për Sigal Prishtinën. Nuk realizon të parën. Kështu ishte edhe në 2 përpjekjet paraprake. Nga 2 qëllonte një gjuajtje të lirë Poloshka, të shohim kësaj here identike. Të parat i huqte, të dytat i realizonte, nga 6 3 gjuajtje të lira të realizuara, 8 pikë të tij, 3 asistime, 2 kërcime. Lufton atje Gordon me Dion Hajosajn, edhe realizon. Plus ka edhe një faul, do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë, 65 me 77. 1 minutë e 27 deri në fund, e përsia më e lartë pra
e Sigal Prishtinës ishte ajo prej 16 pikëve, 49 me 65, 8 minuta e 30 sekonda para se të përfundon të ndeshja. E tani afron 12 Andrew Gordon. Poloshka në anën tjetër deri te Burns. Wilson dhe Da Syla. Shpejt shkon topi te Halil Dukes, i cili realizon treshën e tij të 5 nga 6 tentime, pothuaja i pagabueshëm. 17 pikë të Halil Dukesit, i cili shpërtheu me 2 treshe të një pas njëshme dhe tash është kosha shënuesi më i mirë. 66 me 80. Todd tenton, nuk realizon, faul në sulm nga Andrew Gordon, i cili e shtyn atje nga prapa Dion Haxhosajn. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për Dionin, kur ka mbetur edhe 58 sekonda deri në fund, 58 presje 3 sekonda. Realizon të parën. Gjashtëdhjetë me 81, nëse realizon edhe gjuajtjen e dytë të lirë, do të rikthehet ajo përsia maksimale, pika e 5 të Dionit edhe pika e 6 e tij. 66 me 82, përsëria e përsia maksimale prej plus 16. Pak sekonda do të ketë edhe për Liri Zenelin. Nëse mbrin të ndërpritet loja, për djaloshin e ri, upa e vjedh atje top Dion Haxhosaj, DeAndre Burns. Edhe 6 sekonda për këtë sulm. Halil Dukes, gabon Andrew Gordon për ati koshin, edhe 15 sekonda. Ullët atje Liri Zeneli, nuk pati kohë për zëvendësimin dhe inkuadrimin e tij. Adro Belli tenton, nuk realizon. Edhe ndeshja mbyllet me rezultatin 68 me 82. Te Sigal Prishtina, 17 pikë Dukes më efikasi nga 16 Belli dhe Burns, 11 pikë Kramer, dhe tani kemi eksplodimin e 2 mjeteve piroteknike. Shumë shpejt do të kthehemi posa qetësohet situata edhe me intervistat e 2 trajnerëve.